Nuk e di sa duhet rritet sepse disa prej çështjeve që nuk varen nga ne për çështja se krizat botërore që rrisin inflacionin. Mirë, po nuk do të merremi shumë me këto sepse çdo marrje është një vonesë e do të ecim përpara. Tashmë po trasojmë rrugën, ligjin për loja mesatare e kemi gati dhe do ta procedojmë shumë shpejt e urgjent edhe në qeveri edhe Në ç'kuptim, sepse ligji është bashkë në kushtetuese apo? jo, është kthyer, është liruar për Tash mund të përdoret prapë. Kështu që veç për shkaqe procedurale se përndryshe edhe sot kemi mendu se do të jemi në gjendje ta dërgojmë në mbledhjen e qeverisë së pari. Po. Kështu që jemi afër aty, ai trason një rrugë, e formon një kornizë, pastaj edhe për disa hapa tjera. Unë jam super i bindur, pse jam super i bindur, se do ta japim maksimumin jo vetëm nga Ministria e Sportit e Rinisë, po dhe qeveria komplet, sepse aty jemi të gjithë. Prej kryeministrit e Ministritë e Linjës do të marrin pjesë financat e brendshmja, shëndetësia, pushteti lokal, infrastruktura, gjithë do të jemi së bashku, e kështu që gjithë do të japim maksimumin, po maksimum do të japë edhe Komiteti Olimpik e komuna e Prishtinës edhe komunat që organizojnë eventin. Kështu që unë tashmë shumicën absolute të tyre i kam takuar edhe kam parë gatishmërinë e tyre që të punojmë së bashku. Për të kthyer në një pjesë të pyetjes tënde, unë i trajtoj evente të tilla se ta bëjmë eventin që Kosova të shkelqen, edhe nëse nuk mbetet merita mu si pjesëtari një partije apo koalicioni, absolutisht nuk ka problem. Veç Kosova le të shkelqen.